محمد رسول الله. Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pasaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Feja islame është fe universale dhe pas tjerash ka bërë balansimin në mes të vlerave shpirtërore dhe atyre materiale, ashtu si që ka balansuar në mes interesave dhe kërkesave të jetës tonë të përditshme. Prandaj themi se Allahu xhelle xhelaluhu është furnizuesi. Ai na ka krijuar, ai na furnizon, risku është në dorën e Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë po, Allahu xhelle xhelaluhu siç ka përcaktuar furnizimin, ka përcaktuar edhe profesionet, që secili prej neve nga profesioni i tij të furnizohet. Dikush punëtor, e dikush mësues, e dikush mjek, e dikush ndonjë punë të tjetër, dhe që të gjithë pra përmes profesioneve të tyre arrin të furnizimi. Siç thot pejgamberi alayhis salam, ju punoni se secilit nga ju Allahu ja ka lehtësuar furnizimin përmes përcaktimit që ja ka bërë Allahu të profesionit dhe riskut. Ashtu siç Allahu xhelle xhelaluhu pra përveç profesionit, Allahu xhelle xhelaluhu siç ka ndarë riskun, furnizimin për secilin veç e veç, ka përcaktu Allahu ka nda edhe sebepet, shkaqet, për me arte furnizimi. Dikush furnizimin, riskun e ka mbi tokë, e dikush nën tokë, dikush mbi ujë, mbi detje, dikush nën te, e të ndryshme. Mirë po që të gjithë, thot Allahu xhelle xhelaluhu, e keni të garantuar furnizimin, mbetet e jonja, vetëm me kërku atë. Siç thot Allahu në surët Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allahu thot nuk ka gjallësë që është mbi sipërfaqen e tokës, vetëm se e ka të garantuar riskun, e ka të garantuar furnizimin. Këtu në citat Allahu flet të gjitha gjallësat dhe logjika e shëndosh anon se nëse Allahu milingonau, pra krijesave më të vogla u ka siguru riskun, atëherë ku mbetemi ne që jemi krijesa më fisnike? Pra mbetet mesazhi që për neve është të punojmë dhe jo të preokupohemi për vetë riskun, sepse është i garantuar. Madje Allahu po thot ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allahu çdo krijese ja din vendin ku është duke jetuar dhe ja di gjendjen. E nëse Allahu insekteve ja din vendin ku janë, po çysh nuk e din gjendjen tonë ku jemi dhe vendin ku jemi. Pastaj e ka përmbyll Allahu këtë citat me një mesazh shumë të rëndësishëm. Kullun fi kitabin mubin. Të gjitha këto janë të evidentuara, jo me lindjen e juve. Jo me lindjen e juve, po këto janë të evidentuara në Lauhi Mahfudh. Herë, para se të krijohej njerëzimi, është kry kjo procedurë. Pra bie të ndershëm vëllezër nga mesazhi që nxjerrim se risku është i garantuar, ne duhet të ndjekim pra shkaqet e duhura për të ardhur te furnizimi. Prandaj bie të ndershëm vëllezër se Zoti i Madhërisht i ka dhënë rëndësi të madhe kërkimit pra të furnizimit, me qëllim që ne të pavarësohemi punës faktikisht. I ka dhënë rëndësi të madhe Islami punës, punëtorit. E ka lavdru Allahu punëtorin, e don Allahu punëtorin, punëtorin i sinqert, punëtorin e mirë, punëtorin e drejtë, punëtorin i cili kryen shërbimet siç është dakorduar. Po gjithmonë po flasim për punën e ndërgjetshme të lejuar dhe fitimin e lejuar. Kjo tek Allahu xhelle xhelaluhu sjell një vlerë të madhe. Praktikisht, këtë punëtor Allahu xhelle xhelaluhu ka premtuar se krejt lodhjen edhe mundin që e derdh ky punëtor i shkon sadaka. Sadaka.
te Allahu pra është humanizëm, është vlerë, është dhënje. Kështu Allahu xhelle xhelaluhu në surën Al-Muzammil thot Allahu xhelle xhelaluhu në fund të kësaj kapitine Ya'lam annahu thot Allahu xhelle xhelaluhu duke përshkruar gjendjen tonë se disa prej rëve të Allahut alim Allahu anna minkum marda. Allahu e ka ditë se disa prej juve do të smurën. Pastaj thot Allahu xhelle xhelaluhu wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dhe e ka ditë Allahu se disa prej juve do të ecin nëpër tokë, pra do t'i kërkojnë mirësitë e Allahut, do të punojnë. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dhe ka të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut. Një prej komentatorëve më të njohur të Kuranit, Imam Kurtubiu, Allahu mëshiroft, duke komentuar këtë citat kuranor, ka ardhur në përfundim se Allahu xhelle xhelaluhu ka krahasuar vlerën e luftarit në rrugën e Allahut me punëtorin i cili punon me dinitet, me sinqeritet dhe e kryen punën si duhet. Pra, e ka krahasuar Allahu xhelle xhelaluhu në shpërblim. Dhe këtë e vërteton një hadith i saktë i pejgamberit alayhis salam, kur na flet për një të ri. Na flet pejgamberi alayhis salam për një djalosh të ri, i cili u apostrohua në kohën e pejgamberit alayhis salam në mënyrë të veçantë. Tha pejgamberi alayhis salam, nëse ky djalosh e shfrytëzon potencialin e forcës fizike të tij për të punuar, që të sjell furnizim familjes së tij, ajo është sadaka për te. Po dhe nëse ai punon e harxhon energjinë e tij fizike, trupore, për të sjell furnizim prindërve të tij, i shkruhet sadaka. Që i bie pra të ndershëm vëllezër se lodhja e punëtorit, mundi i punëtorit, djersa e punëtorit te Allahu shënohet sadaka. Pra që i bie është lëmosh, nuk është humbje. Ta ditën antarët e familjes apo nuk ta ditën, ta vlerësuan apo nuk ta vlerësuan, ta vlerësuan të tjerët apo nuk e vlerësuan, pra te Allahu kështu qëndron puna. E nëse është pra kjo krejt kjo lodhje, ky mund sadaka, po flasim për të gjitha profesionet, pra me larminë e ndryshme të profesioneve, të cilat janë mbrana kornizave të lejuara, shkon llogaritë tek Allahu sadaka. Madje të ndershëm vëllezër, feja islame ka dhënë rëndësi të madhe kur njeriu ushqehet nga puna e dorës së tij. Punon vetë, e nxjerr përfitimin vet, nuk bëhet i varur nga të tjerë. Pra, nuk i krijon shoqërisë regres, ose nuk mvaret nga tyrat e të tjerëve, por mvaret nga forca e tij, nga puna e tij, kështu me radhë. Me një hadith të saktë ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk është ushqyer me ndonjë ushqim më të mirë dikush se sa ai i cili është ushqyer nga fitimi i dorës së tij. Dhe i dërguari i Allahut Davudi alayhis salam, pra thot Muhamedi alayhis salam, i dërguari i Allahut Davudi alayhis salam është ushqyer nga fitimi i dorës së tij. E me që jemi pra te pejgamberët, duhet ta cekë edhe këtë mesazh. Pejgamberët e Allahut janë njerëzit më të mirë, më të privilegjuarit. E nëse është dash dikush mos me punu, është dash mos me punu pejgamberët. Sepse ata më së miri e dinë raportin me Allahun. Ata na kanë mësuar që rreziku është i ruajtur, rreziku është i ndan, po kanë punu pejgamberët. Madje ashtu siç pejgamberët e Allahut kanë pas dakordim në misionin e tyre, kanë pas edhe profesionet përbashkëta. Të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pas profesioneve tjera, edhe profesionin e të qenurit bari. Kështu thot pejgamberi alayhis salam, të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë bari delesh. Edhe te i dërguari i Allahut, po edhe unë kam qenë bari delesh. E ky është një profesion shumë i veçantë i kohës, që i bie se pra është profesion i kohës, i çmuar madje kërkuar në kohën e veçantë, sepse është pjesë e ushqimit, është pjesë e jetesës e kështu me radhë. E disa prej pejgamberëve kanë pasur profesione të veçanta, sikur se Nuhi alayhis salam ka qenë zdrugtar, e Idrisi alayhis salam rrobaçepës, e Davudi alayhis salam ka qenë farkatar, e të ngjashëm. Mirë po Allahu xhele xhelalu na sjell modalitetin Kur'an se Allahu xhele xhelalu i ka porosit pejgamberët që t'i marrin sebepet, shkaqet e furnizimit. I ka thonë Nuhit alayhis salam, "Wasna'il fulke", ndërto anin dhe hec përpara.
I ka thënë Musa a.s. Fa auhajna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr. Ne inspiruam, i shpallëm Musa që t'i mshon detit me shkopin e tij dhe vazhdo rrugën. I tha Ejubit a.s. për të shëru, urkud birijlik, mshoj tokës me kamën tane, del ujë, shërosh, vazhdo jetën. Pra të gjitha këto mesazhe dhe të ngjashme japin me kuptu të ndershëm vëllezër se sistemi kosmologjik i jetës së kësaj bote kërkon me punu. Ndërgjetshëm, pastër, të sinqert, mrena asaj që kërkon Allahu xhelle xhelal. Kështu i ndërtojmë vlerat, edhe në raport me Zotin, edhe në raport me jetën tonë, bëhemi të dinitetshëm. Madje të ndershëm vëllezër, në këtë ditë që është dita më e mirë e javës, dita e premte, dita e xhumë, Allahu xhelle xhelal nuk ka thënë që pas sabahit ju flani deri në akşam se është ditë e xhumë. Nuk ka thënë kështu, por ka thënë fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Kur ta falni namazin, shpërndani nëpër tokë, vazhdoni punën e juve, kërkoni rrezikun e juve, por mos harroni përmendjen e Zotit kudo që t'jeni nëse doni me shpëtu. Pra i bie të ndershëm vëllezër nga gjitha këto mesazhe dhe të ngjashëm që i theksuam se Allahu xhelle xhelaluhu e don punën, e don lëvizjen. Rreziku jon pra është standard, lëvizja jonë është kushti i rrezikut. Ne duhet të lëvizemi, të punojmë që të vim deri te rreziku për ta kërkuar furnizimin, por gjithmonë duhet ta kërkojmë furnizimin përmes rrugëve legjitime të lejuara, me qëllim që të krijojmë raport të mirë me Zotin, të jetojmë dinitetshëm, të pavarur dhe të ndërtojmë vlera. Lusim Allahun e Madhreshëm që të na përdorë për hajër, që të kryjmë obligimet tona, përgjegjësitë tona, ashtu siç i marrim, me qëllim që kur dalim para Allahut të jemi fitimtar, të na shënohet djersa jonë në favorin ton dhe jo në disfavorin ton, pra të punojmë halal dhe fitimi jonë pra të jetë prej të lejuarave, ta kënaqim Allahun xhelle xhelaluhu dhe pastaj të përfundojmë mirë nga jeta e kësaj bote. Zoti shpërblet për ndëgjimin, elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, me që jemi në vigjilje të ditës së punëtorit, dëshëm në këtë hutbë që të përcjellim mesazh, sepse në një formë apo tjetër të gjithë ne jemi punëtor, të gjithë ne jemi shërbëtor. Mirë po, gjithsesi që kohrat të veçanta, datat të caktuara na përkujtojnë përgjegjësitë tona. Patjetër se mesazhet të cilat i theksuam në pjesën e parë të hutbes janë mesazhe të cilat shkojnë për të gjithë ne, që të jemi të përgjegjshëm në raport me punëtorin, pra ta kemi frikë Allahun në raport me punëtorin, t'ja apim hakun punëtorit, mos t'i bëjmë padrejtësi punëtorit, qoftë në raport me të drejtën materiale që i takon, qoftë në raport me obligimit që i apim, mos ta ngarkojmë punëtorin për te mundësive, qoftë në raport me të drejtat që i ka punëtori me Zotin e Madhreshëm. Pra këtu du me specifiku të ndershëm vëllezër për të gjithë punëmarrësit që janë, që kanë firma, ose edhe në shtëpi privat, është e drejtë e punëtorit i cili falet, mi adhon drejtën e namazit. Me u falë. Edhe me tutje ndëgjojmë që ka ndoshta firma që e pengon punëtorin me falë namazin. Ndoshta nuk e pengon me hub orë të tëra në telefon ose për gjëra të tjera. Pra duhet me kuptu që bereqeti i firmës tane është të djersa punëtorit. Ai është i cili e mon firmën, ai është i cili punon. Pra duhet me adhon të drejtën siç ka promovu pejgamberi alisam, epja hakun punëtorit, pagesën para se të teret djersa e ballit, që i bie pra mos ja vënë, e se cila kohë e ka marrëveshjen e vet. Pra mos ja shtyp pagën e punëtorit mja keq përdor për interesat tua. Mos ja vënë, ndihmoj punëtorit sepse kish problem te Allahu xhelle xhelalu, por këshilla shkon edhe për vetë punëtorët. Edhe punëtori duhet të jetë i përgjegjshëm në orarin e punës, edhe punëtori duhet ta ketë frikë Allahun për punën që e kryen. Siç ka bë marrëveshjen ta kryen punën, mos ta e tradhton. Pra marrëveshjen që e ka bën, mos ta e keq përdor punën që e ka bën, sepse sheh Allahu xhelle xhelalu. Kësaj të ndershëm vëllezër, duke i marrë për këto mesazhe, edhe punëtori, edhe menaxheri, atëherë formojmë një vlerë
për vetvetin ton, për familjen ton, për vendin ton, për shoqërinë ton, dhe mesazhi shkon se ndoshta koha që më shumë kemi pas nevojë për punëtor është kjo kohë. Nëse i pyesim ata që kanë firma, tani thrasin se ka mungesë punëtorëve. Në anën tjetër pjesë e madhe e nisë lëshojnë vendin. E shehni të ri që këtë punë nuk e punon në Kosovë. Të njëjtën punë ndoshta shumë më tullt shkon e punon në shtetet e Evropës. E dijem i vetëdijshëm që atje paguhet më shumë. Mirë, po në fund vitit bilanci na del më i ulët se sa me pas punu në Kosovë. Atëherë të ndershëm vëllezër, ta duam vendin ton, ta duam shoqërinë ton, ta duam për familjen ton, sepse ata që e ka caktuar Allahu, kjo është punë e kryne vëllezër. Kullun fi kitabin mubin Allah. Këtë këto janë definune. Qatë rrezë që ta ka caktuar Allahu në Kosovë nuk i me mujt me marë askun më shumë. Mund me marë dikon si shifër më shumë, po në fund të mujt nuk del më shumë. Se Allah ta ka caktuar çfarë kemi harxhu. Atëherë jetot dinitet shumë, pra edhe ky mesazh në ditën e punëtorit shkon, Kosova ka nevojë për rinin. Rinia duhet të qëndrojë në Kosovë. Na kemi nevojë për punëtor të bëhemi të ndërgjegjshëm me punën që shpe punoni edhe në vende tjera të Evropës, kështu pra përparojmë, kështu i rregullojmë raportet tona, pra edhe ndërnjerëzore dhe humane. Zoti na ndihmoft që t'i çojmë proceset tona përpara, që ta rregullojmë raportin me Allahun xhelle xhelaluhu, të fitojmë ato që është e lejuar, të marrim ato që është e lejuar, ta punojmë ato që është e lejuar. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që t'i pranon për neve dhe juve të gjitha punët e mira, ibadetet tona, punën tonë, lodhjen tonë, djersën tonë. Lutim Allahun na udhëzon neve, familjet tona, familjet e juaja, gjithë shoqërinë tonë. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që t'i mëshiron të moshuarit tan, të vdekurit tan dhe t'i shëron të smurit tan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلنمس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله